Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit rreth artistëve shqiptar. Në qendër të vëmendjes këto ditë ka qenë Matteo. Matteo po përflitet jashtëzakonisht shumë për lëvizjet e tij, për jetën e tij, për takimet me Brikenën. Publiku është shumë kureshtar të di se çfarë po ndodh me Mateon, çfarë po bëhet me të, çfarë po bëhet me Brikin. Natën e mbrëmshme, edhe pse Mateo në fakt e ka shprehur dhe në Big Brother që është pak xhelos kur do diçka dhe kur e do vetëm për vete, normalisht çdo njeri në fakt është ashtu. Brikena natën e mbrëmshme kishte përzgjedhur që të argëtohet me miqtë të saj, me rrethin e afërt, me shoqërinë, atë që në fakt i kishte munguar për muaj të tërë, 3 muaj brenda shtëpisë së Big Brotherit, jashtë çdo normaliteti, larg telefonit, larg jetës reale, domethënë futur në një botë krejtësisht e izoluar. Brikena natën e mbrëmshme kishte preferuar që ato momente, atë qetësi, atë lumturi t'ia dhuroj vetes së saj. Por një fotografi e postuar në Instagram nga Matteo në të njëjtën kohë kur Brikena nxori një video teksa po argëtoheshte duke vozitur makinë, ngriti debat. Krijoi një debat virtual ku shumë prej ndjekësve të tyre e quajtën Mateon si xhelos në momentin kur Matteo e postoi këtë fotografinë. Tani, mua më duket shumë normale për mendimin tim, mund të më quani edhe njeri me mendime ë të rënda të mentalitetit, por jo, mua më duket shumë normale që njeri i cili dashuron edhe të ndjehet pak xhelos. Unë mendoj që Matteo dhe Brikena kanë ndërtuar këtë llojin e afërsisë, kanë ndërtuar këtë shoqërinë më vete, domethënë larg dashurisë, shoqërinë më vete, më pas është dashuria, për të patur këtë raportin edhe si miq, edhe si të dashur, edhe si shok, edhe si çift. Domethënë janë një çift që ka dhuruar gjithmonë pasion. Lëvizja që bëri Matteo mendoj që ishte një lëvizje e ngjashme me Brikenën, nuk e nxori fotografinë për të treguar që është xhelos, por e nxori fotografinë për të thënë që unë jam këtu, jam me ju dhe do të jem gjithmonë me ju. Domethënë këndet ishin të njëjta për të treguar që çifti po argëtohet dhe po shijon momente të bukura bashk, por tani domethënë të ndarë larg njëri tjetrit. Brikena ndodhet në Kosovë, Matteo ndodhet në Shqipëri. Unë mendoj që Matteo nuk është se e bëri këtë gjën për xhelozi, vetëm e bëri për vëmendjen e faktit që domethënë ishin kënde të njëjta, Matteo në njërin and, Brikena në njërin and, jo në makinë të njëjtë, Brikena ishte vet, Matteo ishte vet, sepse duket prapavia e makinës. Por edhe në qoftë se xhelozon, mendoj që në një pikë e ka me të drejtë, sepse çdo mashkull xhelozon për femrën e tij, kjo është më se normale. Unë ju uroj të gjitha të mirat çiftit, kanë shëndritur në fakt në daljet e tyre, duke që janë harmonikisht shumë të lumtur. Matteo gëzon një buzëqeshje të papar, Brikena gjithashtu është shumë e lumtur dhe kjo tregon që çifti është në ditët më të bukura të tyre. Tani a do kalojnë shumë kohë bashkë në Prishtinë, a do kalojnë shumë kohë bashkë në Tiranë? Unë e shoh Brikenën shumë tradicionale dhe Brikena siç duket nuk do të shkojë në familjen e Mateos pa e bërë rituale që një çift duhet të bëjë në kohën kur është i fejuar apo në kohën kur vendosën që të fejohet. Më thënë mua më duket çdo gjë okay, edhe nuk shoh ndonjë pikë xhelozie, por mendoj që fotografia që nxori Mateo është më shumë në kuadër të tipit që janë pothuajse në të njëjtat anë, por jo që ka xhelozi.